ndryshe në Top Albania Radio. Kjo këngë, sa vite ka kjo këngë Devi? Sa vite ka? Po Elona. Kjo është Top Fest nënda e Devis Gjeraut. Ka qenë një edicion fantastike, patur një after party. Top Fest nënda ka 11 vjet, 12 vjet pa u bër. 2015, 2014, një gjë tjetër ka qenë. Top Fest. 12 vjet. Se ke kështu këtë mikrofonin? Si duhet ta kem, vllajtim? Ja kështu. Ashtu. Okay. Po ku je o Devis Gjeraut? Po si jeni? Se të pyes ku ke humbur nuk ta them dot se ke qyt premtën të flet Top Channel. Po tham ne kemi mik të vjetër. Duhen promovuar edhe ku tjetër se në shtëpinë time. Do të kesh shtëpinë time. Je ti brezi i këngëtarëve që je në kulm apo në rënje në karrierën tënde? Unë s'di të kem qenë në rënje ose në kulm. Unë jam në një vizë drejt, domethënë një drejt paralele që ecën. As lart as poshtë jam kështu. Siç më bani mend. Ja. Domethënë ti që atëherë nuk e ti mendon që je në një trajektore që vazhdon të jetë. Shko, kjo është maja? Unë jam kështu. Vërtet. Se po të shkoj në maj ka të tjetë pasaj. E kam parimun këtu. Jo, unë mendoj që ti je lart edhe je në një grup këngëtarësh dhe artistësh që i kanë rezistu kohës, brezave, ndryshimeve muzikore, gjithë këto iTunes-jave, AIR-ave, çana vjen vërtet. Kur e mendon, është një brezi që ka vazhduar kushton, ndërkohë kam dalë, kanë ikur, dalin, ikin. Ndërkohë këta vazhdojnë. Ne presim edhe për cjellin. Ke parasysh jemi atje te dera, presim edhe për cjellin gjithmonë. Tash ti ju e ndjeni konkurrencë, besoj, nga gjitha format, se dhe promocionet që duan t'i bëni mirë që i bëni, por është më fort për shkak të rritjes teknologjisë, domethënë që kjo pjesa Dëgjoj, unë jam si punë amerikanëve që gjithmonë jam me armë të bërthamore, i kam gjithmonë. Domethënë çdo armë që del unë e marr, kupton dhe jam atje. Me teknologjinë ti je aty. Jam atje, po e di si është puna, sado teknologji të kesh, po mos kesh bazën Salsano. Domethënë po mos kesh këngën e mirë. Është gjithçka, nuk vetëm kënga, nuk është baza 34 vjet karrierë, 16 vjet shkollë muzike, brenda jashtë, po këto na mbajnë sepse është nuatja. Dakor. Nuatja çfarë do tregu, çfarë do tregu. E thot gjithmonë Devisi se ka bukurijat, kthehemi pas në kohë. Kur gjatë kohës që këndonte në Greqi dhe ishte ai këngëtari i famshëm si për ne dhe për vendin andej i buzuqeve, si thuhet. Vjen drejtuesi i ndjer. Ma tregon fakt historinë. Është histori e bukur shumë. Është histori e bukur shumë ajo. E ka treguar Devisi, po shumë para shumë vitesh tek në një buzuk. Edhe ishin Tani ishte me disa miqtë e mi dhe me një mik nga Korça. Sa më pan buzuka i mik nga Korça. Ky është Devi Xherau. Jo, tha, u ofth njëri nga qerinë Selanik shqiptar. Tu ka vetëm grek, tha. Ore shok, tha, ky është filani, tha, se kisha dëgjuar, tha, që në Greqi, po ja rastisëm. Buzuku plot 2000 veta. Jo është. Tani me 20.000 euro lule atje. Na mbuloj me lule. U tha shumë. S'ne, ai sitë. Po pra. Me si dilte koka nga lulet, ke parasysh skera 10 me 10. Mbaroj për mirësjellje zbres, por nuk i kisha njohur. Kur sa vjetër, mos e vëmë aty. Ku je mo? Kishin kopa u par. Tani nuk e njeh. Flasim tash vite 2006, 2007. 2005-2006 tu ishte. Pak para se të ndaj nga jeta. Po, 2005. Në Selanik kjo punë. Për qafime, tha, juve këngëtarëve, tha, të Shqipërisë ju kemi eksportuar dhe ka ardhur ku tu importojmë, tha. Sa e bukur. Tani unë gjele, thash, unë jam mirë këtu. Unë zërin kam, thash unë. Njojët nuk i kam, sepse nga Korça i ka direkt në Greqi, thash. Aj se ka njerëz që të duan, tha. Po thash, janë klika, si që, kupton? Aj, daj, tha, sot është e shtunë, tha, ditë në enë, në orën 6. Mbas dite, do ishte më takosh mua. Ishte kjo Greenhouse ku ishte këtu, që mblidhesh. Greenhouse, po. Te rrugica e piramidës, te topi i vjetër. Për piramidës, po. Unë nuk më po kundërshtonja idhet ky shoku nga Korça. E dikush ky tha, po jo, thash unë. Ky është ai tha që ëndra ti ka bërë realitet për shumë artist. Kush thash unë? Si ai Mredinja. Thash. Bëra një kryqin tash faleminderit Zot që më solli tash. Në orën 6 jam atje. Ik tha, vazhdo, thash shumë lule dhe tash na shkatrove. Ishte kjo rajësia time. Në orën 6:05 kishte një tavolinë e madhe, po ishte edhe tim duket. Ishte një tavolinë goxha e madhe. Jo, ka marr 2015. Okej, 15-20 veta atje. Kalova atje, ula këtu. Ky është ai filani që thash ta që pashin talent në Selanik, tha.
Tani ik, po ku vetë tash? Ik se do të marrin telefon. E kuptom se Deviz Xherau erdhi në Shqipëri, pati sukses, bëri hite, këngë, klipe. Top show pastaj futa direkt atje edhe u vendos këtu. Aty është burri që e bëri mbar. Atje është shtëpia ime. Tash dhe gjithmonë e pull dhe e falenderoj për gjithçka. Mirënjohës, është mirënjohës ke qenë gjithmonë. Dhe është mirë shumë kur jemi njohës. Kur bën një këngë, Devi, tani në këto kushte që je tani. Më fal, ku e ka kitarën? Ja, kitara ashtu. Merre pak kitarën. Merre pak se tani jemi ke kjo historia, jemi nostalgji dhe jemi si erdhi nga Greqia këtu, u bën mbar tani topi. Kishte fiksim një këngë, po Këtë do të pyesja, këtë do të pyesja. Po patjetër. Po si jo, ma? Po jo të gjithën. Cilën këngë kishte fiksim? Ja ta them unë. Sa erdhi ja. Prandaj doja ta lidhja. Sa erdhi ja. Më thëshë. Iqe bazën lutem. Merre pak kitarën thështë dhe filloja unë. Ule çik bazën. Iqe fare. Po, filloja unë. Aku vre file na dish di rima sta da criatis e pesa thima e canetaka πως μ' αγαπάει τώρα πονάω κι αυτή γελάει μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Jam kurioz, për çfarë flet kënga? Kënga është nga një prej këngëtarëve shumë të dashur për Tanin, Notis Fakjanakis. Notis Fakjanakis, po teksti. Edhe i thotë shoku shokut. O shok thot, aku vre file thot, i qanë Aldi, shkoj sa keq thot. Në lotë të saj unë rash viktim thot. Tash i shoku i thot, sy që qajnë mos i beso kur thot. Janë shumë të rrezikshëm për t'i besuar thot. Do të mbajnë pastaj do të hallen me ty do të flakin thot. Kjo është ideja. Bisedojnë dy shok për dashurinë. Njëri i qanë Aldi, domethënë se sapo ishte ndarë. Sa bukur. Një këngë tjetër nga Notis për shembull, para se të shkojmë në publicitet. Ato të famshme, ka Somamu, aty është? Anje. Ne kam qesh. Somamu është me buzuk, po hajde sa për e lonkën. Sa për e lonkën. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό Σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό Σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό Si është puna kësaj greqishtes, një fjalë i di edhe prapë këndon. Dakor, stop greqisht, deri shim deri në fund tash. Me që ishim në Greqinë dhe pastaj erdhi këtu ke ne. E blem neve si lojtarë. E importuam, do të importojmë. E importuam. Ndërkohë ne do flasim për këngën tënde të re, po vetëm pas pak. Se ka publicitet. Unë xhelozoj, po, unë xhelozoj. Unë xhelozoj, do flasim pak më gjatë se këngët e tjera sepse është e re. Po normal, është e re, sapo ka dalë. Kështu që vetëm pas pak me Devin këtu me kitarën e tij të bukur, edhe me zërin e bukur Devin, me bukuroshen e Lona dhe me të shëmtuar. Ama, bukurat e Pisa. Publicitet kthehemi pas pak. Çuna para se të filloj biseda, të bëj një njoftim të rëndësishëm se është një kompani call center që quhet Bene Asikuracioni, Bene Branch. Nëse ti flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme, një ambienti profesional dhe rrogat më të mira në treg, kontakto Bene Branch. Kompania po zgjerohet, kërkon punonjës të rinj, energjik, të motivuar për të bërë pjesë e një ekipi shumë të madh, shumë serioz dhe shumë profesional. Ofrojnë kushte të mira pune, pagesë konkurruese, mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani në recruiting.tirana@benebranch.it ose telefono në 068 89
26-189 dhe dërgo CV-n këtu ku tham ke recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e benebranch.it këtu në Tiranë në mes të bllokut. Shumë mirë, që me dokumenta t'rregullta me gjëra, jo nga këto që është më shfutme. Mirë, pra, rikthehemi me David Xheraun me këngën më të re. E lezetshme ishte Por shumë e bukur. përpara se të flasim, Devi mund ta këndosh pak lutem? Po, live. Po më live. Për së gjalli. Tu kemi qefja për së gjalli. Prit si pista të bëj gati që story nun. Do bësh. E bëra, fillo. Apo do këndoj tjetër ti? Këtë do këndoj apo jo? Këtë do ti? Po këtë do ti të këndosh. Unë gjelozoj. Hajde. Unë gjelozoj kur qo me tjetër, zemra më tride dhe nuk du tjetër. Tim kelën, po prap kujtoj për çdo natë unë dhe ty kërkoj. Edhe njerë bashko pa. Unë gjelozoj kur qo me tjetër, zemra më dride dhe nuk du tjetër. Tim kelën, po prap kujtoj për çdo natë unë veç ty Salsano e Lona ju kujtoj. Ajo është. Na kërkon neve, na kujton neve. Imagjino flen me ne të dy. Se do flesh sonte me ne të dy orça. Po shumë mirë kam fjetur duke të dëgjuar. Unë mbres Joana, treshe serioze. Prit do thot shprehjen e vet. Ajo është. Ajo është. Na thuaj shkurtimisht, është kënga jote, teksti yt, çdo gjë jotja. Rastisi që edhe teksti këtë radhë ishte imi sepse kam 10 vjet që muzikën e shkruaj unë. Por isha në Suedi, në nëntor. Aty të vinë mendimet se s'ke ç'bën. Këtë bora e E kam provu vetë. Ishte një zjarr atje dhe kisha kohë që e mendoja. Më kupton se kjo është një temë që domethënë një çift ndahet, thonë që janë ndarë, përfundoi dashuria, okay, dhe kur ajo ose ai lidhet me dikë tjetër, atë fillon kjo xhelozi. Kur shikon, po pse ndahesh me kur xhelozon? Pse xhelozon? Tani mos u ndaj, mos i ngrit duart. Nëse e do ri. Po. Që mos do të këto skena që xhelozon dhe dëgjon David Xheraun, jo, dëgjon David Xheraun. Fantazia jote, nuk është se kishin një histori të dëgjuar kështu apo histori në subkonsciencë të mbartura, edhe doli si ide. Kur ka qenë i ri. Jo, se kisha në vetë. E kisha të historinë të Salsanos, po. Më fal një sekond. Ky djali, ky artisti që kemi në studio, duket sikur ka lindur me Ertermionën. Sa vite keni bashkë? Sa të duash? Ja 20 vjet i keni? Jo, 15. 15, na fal. Se kemi gabuar. Jo dritare, po penxhere. E ke ngatroj me mua, unë kam 20 me Elonën. Ti ke 30, 40. Se 30, 20.000. Ama çaj 20 ke got, po të bë goca. A vazi 10 mbushi. Ai shpirti. Dgjoj, o Devis kam një kuriozitet. Kur një artist, kur një emër si ty realizon një këngë, çfarë mendon? Të bëj një gjë të bukur artistike të kënaq njerëzit apo të bëj një gjë që të më sjelli parë fitime? Dgjoj, unë punoj kështu. Nëse mua nuk më bën klik diçka që të më pëlqejë mua, s'ka se si ta jap te publiku. Pra, në fillimisht duhet të më pëlqejë mua diçka, një temë, diçka që ta jap. Po ty mund të pëlqejë një balad që të sjell 0 lek. Po, e kam bërë këtë. E kam bërë, për shembull kam bërë 2 balada në Korçë, 2 serenata të vjetra me 2 korçar shumë të vjetër, Spanja Pipa dhe Nasi Kondili, që s'ishin fare për lek, po ishin për shpirt. Me 2 serenatistë janë fundit më i kanë. Sa hecën për shpirt dhe sa hecën për biznes, për punë? 50-50 kam bërë gjithmonë. 50-50 kam bërë gjithmonë. Edhe kështu e ke pasuruar më shumë fonotekën, karrierën. Po fonotekën gjitha dhe shumë njerëz nuk thonë që të vëmë kërcejmë, domethënë vëmë të dëgjojmë David Xheraun, domethënë edhe dëgjojmë David Xheraun, po edhe kërcejmë David Xheraun. Do na marrësh një serenatë ose se na i përmendën na u qet mishi. Po bëj pyetje unë tash. Serenatja çfarë do i hash vetë shpejt një refren. Dashurit në zemër mbesi, gjithmonë prapa një gur. Me këngë që si di tekstin. Njerëzit lindin edhe vdesin. Na gjej një këngë që di tekstin. Në moshën e dashurisë. Kur mbusha 20 vjeç. Kur isha 20 vjeç. Me zdimjes mora rrugën. Lasho për në kurbe. Me zdimjes mora rrugën. Lasho për në kurbe. Oba.
Mendoja, me stivje shkujtoja shkëlqimin e syçkave të saj. Se shkoj dashuria, se shkoj lumturia, se dyshjet dhe nitet ajo vaj. Ajo është Elona Sali. David Gjerau. Elona Sali. Sali. Kur ka punu me të hujtur, më thoshin Selli. Hey Sal. Sally. Hi Mr. Sal. How you doing, man? Ti ke bashkëpunime shumë me këngëtarë të tjerë. Po. Duam një që e keti më shumë për zemër, që ka pas më shumë sukses. Jo se i ketë këqija të tjera, po një që ti e veçon. Tani dy që kanë patur sukses shumë është bashkëpunimi me Randën dhe me Lefteri Pandazis. Po. Domethënë është parandjenja që kjo ka një të bukur sepse Ertemiona këtë këngë e mbante zile telefoni pa u njohur me mua. Po pra, pas ka thirrë energjia, dhe kur shkova, kështu ishte ideja, kur shkova në Korçë për një koncert, ajo ishte në Korçë rastisht, si saktë dalën mis në atë kohë. Sa bukur. Dhe tha, do shkojmë te David Gjerau, ai këngëtari që kam këngën tonë. Po. Dhe rastësisht duke ikur unë thretaj pronarajt, tu tha kanë ardhur për ty këta njerëz ta. Që tavolinë në fund Ti gjithmonë kështu në autobus dhe mishët pas kanë unë fatorino as shofer. Hajde tha këta njerëz në tavolinë e madhe. Bertemiona me disa shoqe kushërinj. Për ty erdhën tha ajo kënga parandin tha, si s'na e këndove tha në fund mezi e prisnim, me këndojmë tani thashun. I po sa foli është ajo vetëtima që ai kliku direkt tan këtu. Pa. Opa ti. O devisi. O devizma tash me këtë grekun çash është kjo tope papagalos. Tope. Ka dhe një tjetër. Me klikuara ishte, bumi i madh, ishte tope sepse shqiptarët Shqiptarët me tope, nuk do të punë tope zash. Sa kisha dhënë ai show Fame Story, isha lidhur me Lefterin në grupin e tij, kishim bërë turin e madh në gjithë Amerika, Australi, Kanada. Nëse kishte rënë zilja që Devi këndon me Lefterin dhe disa koncerte në Tiranë. Kur vin në Tiranë kishin marrë vesh unë këndoj me Lefterin, më thanë, "Mirë, ora tope." Më thanë. Çfarë do të kjo tash unë? Tash Lefteri kishte një ide që këndonte atë. Ka qenë hit dikur. Ore topet më tha mua. Po që nga ta mustaqe. Si puna ime, ore topet. Ore cila top. Ore nxirr topet. Ja tash. Ore cila topet do të bëj shumë shumë. Tope. Ha prit një sekondë. Sali kur e kam kënduar 300 veta tope o papagalos kur bën gol Partizani. Hajde, kape një. Po, gol Partizani. Do me thënë kape si këngë. Si kape. Na e kapi çika të këngën. Kape me dorë djaq që pas marri me sysh. David Gjerau është për ty skena. Tope, o papagalos, o ti sanga, liazi alos, o ti sanga, liazi alos, tope, o sali papagal. Hajde tope, ajo është tope papagalit. Publicitet, po jo me se kam pinë tjera. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ndryshe, në Top Albania Radio. Një falenderim shkon gjithashtu për Max Optikën, rrjetin më të madh dyqaneve të syzeve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo ku ju jetoni, mund të vizitoni dyqanin e syzeve Max Optika për të bërë tuaj një palë syze që janë të brendeve të markave më të fundit. Ofertat janë deri në 50% ulje, çmimet janë më konkurruese në treg, po mund të bëni edhe blerje online në maxoptika.al. Gjithashtu, vizitë okulistike falas edhe oferta tek syzet optika. Kthehemi. Po. Ku e lam? Maxi si ka qenë Maxi? Maxi nuk e kam taku. Vazhdojmë. Në fakt, se na ikën shumë shpejt, ne kemi qejf të dëgjojmë ty kur këndon live, po dhe kemi qejf flasim. Në një orë s'më do të gjitha. Nuk do të gjitha. Po le të ngelim pa u ngopur. Ta bëjmë një pyetje. Se dua të di, jeta e David Gjeraut është vetëm muzika, pra muzika është pasioni, dashuria, puna, të ardhurat e tua, apo ti ke edhe ardhurat të tjera financiare? Vetëm muzika, vetëm atje 100%. Dua të jem 100% Bravo. Sipas te, kush është muzika që pëlqen më shumë shqiptar nga eksperjenca që ke ti në gjithë këto eventet ku shkon ti, koncerte, festa familjare? Jo, baza është folku. Kupton? Vazhdon folku ti. Folku dua që të shkojmë të shkojmë siç kemi qenë para 10-15 vjetësh, për shembull te folku qytetar, jo te Tallavaja. Jo ke Tallavaja. Kjo është dëshira ime. Domethënë ti jemi shqiptar, jo nga se Tallavaja është nga Bullgaria, kupton? E kam qartë, po tani ky trendi se janë për shembull ata që kanë lindur në 2000-shin, që janë
5 vjeç tash. Po pra, po duhet t'ja u jap në radio, duhet t'ja jap televizioni, këngët e vjetra. Po kur në prevente kur këndon, çfarë pëlqej më shumë? Repertor, po folku gjithçka, por dhe këngët e mia, sepse marrin Deviz Gjera, ke ndërmend të bësh një koncert të madhin tënd në recital, se dim pallat kongreseve apo në një ambient më të vogël më të madh? Unë i thash detanit atëherë, unë zërin kam, xhepin, fuqinë tjetër e keni ju, kështu që nëse deli menaxher që ta organizoj, unë jam gati që nesër. Po ju të dy jeni më perfektët për ta bërë të punën. Po ne. E kemi larg përqindjen, kështu që vazhdojmë tek pyetja tjetër. 50-50, s'ka problem. Shkon ti në për koncertet e kolegëve tu? Po, normal po. Shkon Devizi, është i mirë shumë. Për shembull, nga ata që mua më pëlqejnë është Redon Makashi për shembull, është Aleksandër Gjoka. Po ka qenë te Vlezrit Korçar. Ata janë shokë, ata janë tjetër gjë. Në kuptimin që janë meritur. Më pëlqen dhe shumë një këngëtar sa e shkoi në Shkodër. Ai si thua nuk është në treg, po zëri i për mua është brillant, është Eduard Jubani. Eduard Jubani është nga zërat më të bukur shqiptar. Eduard Jubani, po si nuk e Jo, nuk është në treg. Nuk është në treg, po se sa moshë ka Eduard Jubani tash? Po 65 po. Zot bukur shumë. Ka zot bukur shumë. Ti këndojmë një këngë Shkodrës apo? Jo. Jo? Po një kështu një vogël çfarë? Ne këndoj këngë ku duam, po ka një këngë shkodrani që mund të kujtohet. Ja. Tu i shëtitun male kodër, tu i prek lulet, gjithë me dorë, veç një kopsht më të bukur i Shkodër, ty të gjeta lule borë, je vogël por je plot, ty të kërkoj unë tarsamot, unë ty të kërkoj, gzi me ty jetën e ta qoj, eja, lule bon, se me ty do të turkuroj. O sajtë se s'kam pyetur, Cëriku, ka ndonjë këngë të famshme? Po. Cila është? Mos ke frikë ke breket me elastik. Po e la papagalli tash. Cëriku është krijuar në 47-ën. Po mi më pse në 67-ën nuk bënin dot një këngë? Këngë të famshme Cëriku ka këngët e vllajit tim që ishin festival, po nuk e njohin. Ato ishin të famshme këngët. Një këngë të Edmond Rapit. Nuk e këndojnë dot. Të lutem. Ato janë Devizi nuk e di këngët. Mondi ka një 10 vjet që nuk merr pjesë në festivale. Po një më të famshme. Po nuk e njohin këngët. Po këndoj ti ose shoqërona ime? Po ta ku mbaj më tash këngët kota. Nuk i marr. E ke menduar ndonjëherë ty Big Brother? Më kanë thënë, kam 2 vjet që më thon, por e di si është puna. Vërtet? Për mua është Survivor të shkoj sot në Big Brother. Survivor sepse unë nuk flet dot me njerëz asnjëherë. Unë dua qetësi absolute. Ashtu që dietesi quhen, ë? Për mua në dëgjuar këto përgjigje, po thuaj nuk i dihet. Më mirë, dëgjoj më. Jo, e di pse, sepse ato që janë unë nuk i bi dot. E kuptoj. Unë mund të ri një javë pa gjumë dhe them do dalë se dua të flet. Kush paguajnë më shumë, shqiptarët e Shqipërisë apo ata të botës, dhe kemi hyrë në rubrikën pyetje pa nivel? Jo tani, ku shkon jashtë, si do shkojë për shembull në 6-7-8 mars jam në Amerikë, Boston, Toronto, Montreal, 6-7-8 Boston, Toronto, Montreal. Që gjithë shqiptarët kemi atje. Jo e nisi, megjithëse e nisi. Kuptohet, jashtë është më shtrenjtë sepse është shumë e gjatë. Jemi në për avion. Jo, kush hull më shumë, kush hedh më shumë se hull, ndonjë basalliç. Dëgjoj, ata ndej janë akoma me shkollën e vjetër, që janë akoma këtu ka rënë. Lekët la vendore dhe po, mirupafshim. Të ngacmojnë gocat gjatë koncerteve? Dhe çfarë thotë Ertemiona për këtë? Ertemiona është si puna ti fëmijë të vogël që e mëson që të vogël duke rritur, kupton? Kështu që mësuar me këtë pjesë. Po me flirtet me këto gjërat o Deviz, po kështu numra telefonin nxot, kanë foto për shembull. Puna çarbiun, jo çobin të tjera. Tu është ide. Po pra, kemi kemi grisur. Dgjoj, ke bërë serenatën kohën e Biçaris tënde në Korç? Sa të duash. Po unë urita në serenatë. Po tani kënga që ka qenë që i lçonte gocat në tokë, kush ka qenë? Pëlqen të goca tok gjë. Njërën që ti që ai i këndova të këngë ajo qatë ditë u zhvesh. Shumë i vinim përpozonim në drek, nuk na pranonin. Nuk e pranonin, aha. Mi patërë nuk isha njohur, sa kisha filluar në vit parë, vish klasë 8 vit parë gjimnaz. E vija lart i thesha. Kam kohë që dua të zë një kalë të bardhë, të rendit e natë pas ti, në për savanë, rend kali, rend tu në fryne, dhe shkelet bari,
Nuk di se sa afrohet pse largohet. O ai sali. Dhe kanë më bëri. Tope u bëra, kanë u bëra, ti u bëra. Pa ty e ke. Aty mi vërtet. Në maja je pra. Ka korça këngë humoristike, erotike. Si janë këngët e Petrodullës. Oh, hajde një gjë. Zhvishu një. Një tekst. Ora 12 e natës, treguriçka në qati. Qoti moj Andromachi që të bëjmë dashuri. Andromachi, opa. Ora 12 e natës, treguriçka në qati. Qoti moj Andromachi që të bëjmë dashuri. U qua jo? Doktore, she ba. U qua Andromachi apo? Janë qa vajza me violina, na qajnë kokën, por janë qa çupulina, na qajnë kokën me violina. Është vërtet se unë e këndoj kështu atë. E janë në prerë moj të marrë të heqja të fustan apo nuk është kështu? Tashi kuptimin del atje, po është thuhet me tjetër më Si është? E janë në prerë të marrë. Mërzi. E janë në prerë moj të marrë. E dhe ta heq atë mërzi. Atë fustan e ma. Aty trimenja aty. Na prej të gjithve, Një gur mi ma. Pak dashuri. ta të qatë fustan. Po ku vesha dhe fustan? Po larg. Ëndra jote për të bërë një bashkëpunim që s'e ke bërë kurrë dhe thua ta bëj këtë dhe kam arritur një gjë të madhe fare. Ke në një kështu? Që ëndrat e mia gjithmonë sali kanë qenë Amerika. Amerika, ha? Vetëm aty që bëra në Greqi, unë që i vogël hyra në ambasadën, nuk më dhanë vizë, bëra përpjekje në Greqi, domethënë vetëm me këngëtarë amerikanë. Ti do të bësh muzikë me këngëtar amerikan, një këngë me këngëtar amerikan famshëm. Po kjo ëndran sirtar apo për pjesë me Tom Jones ti është diku. Ëndran sirtar, po sirtar. Në sirtar të mbyllur. E shi çfarë do? Tom Jonesin jepi çika saj të Tom Jonesit? Ç'është Tom Jones? Sex bomb. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need you, come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And alone you can turn me on. Dëgjoj, kush do ta mendonte që Dua Lipa për shembull do arrinte të bënte duet me Elton John? Po pra, njeriu ndrono. Ku do mendonja unë ose janë pa lek. Po jo më fal dhe diçka. Ndrova po. Ishim në Greqi. Okej, unë theva tabun në Greqi. Në skuptim. Po në 2007 të bënje duet me këngëtar të madh si Lefteris Fantazis. Në fakt ashtu ishte. Kjo është e tabush. Kur e dëgjova thash, wow. Të gjithë si ka mundsi dhe grekët, si ka mundsi mo ky Lefter pranoi të bëjë me shqiptar dhe ky shqiptar arriti të bëjë me Lefter. Po ishte momenti i dur, njeriu i dur, sapo kishte dalë nga i show Fame Story. Kisha shumë një orë në atë kohë dhe ngjiti. Sa e takoi thash do bëjmë një kështu. Ai kjo punë topave që u thash. Kështu do të shfrytëzoj momentin nuk e pra, të shfrytëzoj momentin. Sa dola full bëra këtë video këtu 300 metra tope e dëgjoj. Aq, është momenti. Çfarë ushqimi hati më shumë? Çfarë të pëlqen tash? Unë jam në orizat i vdes, domethënë. Pilaf, ato piperka të bushura. Ti kanë nga Elbasani këtu. Një këngë që ka ushqim brenda. Ushqim? Çka ka një këngë me ushqim brenda? Kërnacka, gjëra kështu. Jo, është ajo. E tragetru kërcet banaku kërcet ka. Jo, pastaj është me pije rova. E tragetru hate kape. Jo. A më sa është bukur. Jo, me ushqim. Më është me pije. E dragadru. Kërcet banaku. Kërcet kërnacka dhe konjaku. E dragadru. Kërcet rakia. Kërcet shueta. Kërcet lakrori dhe shoqëri. O Devi. Kemi dhe pak, shumë pak kemi, po ke për të një gjë për këtë këngën e re që do ta promovosh, por nëse do të bësh një gjë sepse ne duhet të bëjmë, meqenëse na erdhe këtu na e bëre këtë nder. Jo, ju më do të dërmua që të suportojmë pak edhe për këtë gjë. Ti do shosh në Amerikë tani? Jam në Boston pra me datë 6-7 dhe në 14 jam në Roza Blu në Tiranë. Do ju pres për Roza Blu në Tiranë. Me emra këtu mos ta. Lekët po sa doni lekët. Gjysmë me rrogës ju. Jo, një nga këngët më të bukura që më pëlqen tuat. Ti i ke në përgjithësi ke të mira, po kjo më pëlqen, kjo balada që ka qenë se unë e di. Akoma se besoj. Edhe ke drejt që e ke sepse kjo është balada më e dëgjuar e imja kur femrat në atë kohë 2011 kur vinin lokal dhe dëgjonin të këngë, koçidonte me shpirtin e tyre të thyer. Jorgo Papinqi ka bërë. Dhe
të fikët. Unë kam parë shumë disa femra që bindet fikët, sepse sa ishin ndarë dhe gjen po. Teksti shumë i bukur, edhe muzika shumë e bukur. Jo, tash jo, një sekond. Pse? Ta kujtojmë këtë, po do ta kujtojmë në formë tjetër, se nuk po flas mikrofon. Kam tekstin këtu. Ua, si tekstin? E printo, kur sa i shkasët? Po mirë e di këngën tash, se kuptoj. Jo, ky është teksti, nuk është teksti jot. Ky është një tekst tjetër që kam bërë unë. E ka bërë kështu, reverse, e ka bërë kundër të. Me që kënga titullohet Opozita. Mafiozje. Tash ti me që është kjo pjesa melankolike që opozita është në një pozicion shumë vështirë, do të marrë patjetër pushtetin. Dhe mirë bën që lufton për të marrë pushtetin. Po si e gjetë politikën e futën kënga ime më e bukur, që me politikën s'kam asnjë lidhje. Ti s'ke lidhje. Kam alergji nga politika, jo s'kam asnjë, po kam alergji. Shumë mirë, tani do ta vendos këto. Ofendimi i mat për akoma se besoj. Kam një ide tjetër. E bëm pak shkurt këngën e vet, që ta këndojmë fund vetën. Ta këndojmë fund. Okej, perfekt. Se ta bëjmë lezetin në fund. Shumë bukur. Po tani kjo është a prima vista me këto fjalë dhe unë do më bësh një kështu një. Ta mbaj unë atë letrën. Jo me skaq, mos e mbaj. Ja se unë kam dhe unë. Ajo vazhdon të pres. Një sekond. Opozita këndon David Xherau. Ajo vazhdon të pres, e mban një fije shpres, për para se të vdes. Dy fjalë dua t'i ndes, akoma se besoj, se opozita do fitoj, kaq vjeti një tilloj, pëse ja do fitoj. Por ne e dim se ti vetëm me fjalë jo s'mundet të fitosh. Duhet që me program tënd të konkurosh. Të rinjt në gjirin tënd duhet t'i pranosh. Duhet t'i pranosh. Të gjithë e dim, të gjithë e dim. Nuk është e lehtë me Edi Ramën të fitosh. Me një protest me Molotov ti t'argëzosh. Do duhet opozitën ti gjithmonë ta bashkosh. Dhe originali dhe unë e di. Nga fillimi. Teksti Salsano Rapi këndoi David Xherau. Tani shkojmë tek teksti i vërtet. Këndon sërish David Xherau. Pa pritur një mëngjes, një këngë u pre në mes, nuk mbeti asnjë shpresë. Zemra filloj të vdes, akoma se besoj, edhe të mbisedoj, se ëndra përfundoj, mes të çdo gjë mbaroj. Se unë e di, se ti pa mua jo nuk mundesh të jetosh, se ti nuk mundesh jo nuk mund të më harosh. Do mu mbasësh, por një ditë do të më kërkosh. Dhe ti e di, dhe ti e di, nuk është e lehtë pa dashuri të fluturosh. Dhe sa do larg që ti do ikësh do ndalosh. Do kthesh vështrimin dhe me mau do më kujtosh. Se unë e di. Ndryshe me Elonën me Salsanën Top Albania Radio. Faleminderit shumë ju. Edhe shumë sukses edhe urime për këngën e re. Dhe unë ju xhelozoj gjithmonë sepse jeni për udhër ose për ato të papagallit, që ti marr në tokë. Unë xhelozoj. Shumë faleminderit. Shumë sukses e i dashur. Edhe ne do ta mbyllim sot kaq bukur, më bukur s'kishte. Do vi prap. Ua, po ky na gnaqë sot. Po jo vetëm ne, të gjithë ata që ne kanë dëgjuar sot. Edhe qeshëm me ëngrëm kërnatka e pimi tekë. E di çfarë mungoj sot, na duhesh një tekë raki sot të pakvesh, se morëm. Dgjoj kur do mirë mua këto, kur next time do marr raki mani nga Korça. Shumë mirë. Unë do marr kërnackat, edhe këngën do i sjellësh ti. Okej. Po Elona çfarë do marr? Unë do marr klarinetën përmetare. Elona do dëgjoj këngën Tope Papagalo. Tope, hajde ta mbyllim. O Papagalo. Ja, me këngë greke. Ja, si ja. Tope, Elona Papagalo. O ti sa. Shini Big Brother. E draga druk, këset banaku, këset vera dhe konjaku. Na dhe mirë dhe konosi bukur. Këset rakia. Se kështu e ka shoqëria. Top Albania në shoqëria. Faleminderit shumë. Faleminderit.